Jam bashkë me zotrin Haradinaj, i cili nuk mungon sonte në koncertin e Prishtinë. Përshëndetje zotri Haradinaj. Mbjen mirë që je këtu sonte. Tani e shoh se e përjetojnë njerëz muzikën, artin, i përjetojnë edhe veprat e mëdha, kompozitorëve tonë të maj, edhe veç u fol me drejt, unë ja kisha shtu kësaj çdo herë edhe sakrificën për liri. Pra që të arrim me e gëzue artin tonë, me jetu muzikën tonë, shumë njerëz kanë dhënë jetë, shumë tjerë kanë sakrifikuar në për dekada, e lavdi gjithë që kanë për liri, e falenderoj shumë artistëve tonë të maj, këngëtarëve tonë që po na ashtu me artin tonë, me mënyrën më të mirë, po e kujtojmë përfitojnë e shqirimit. Po mirë që je sonte këtu edhe po të flasë qytetar, mendoj që do të me pas më shumë evente të tilla, se vitet e fundit realisht po mungojnë shumë organizimet në shesh për njerëz që dalin edhe kanë qef me i po. Pikërisht ideja e këtij është e mirë që ka shumë prezent, ka shumë publik, ka shumë njerëz, edhe mendoj që është e mirë, po edhe ideja me i kujtu kompozitorët, marrëm qenën, me i kujtu gjithë ata njerëz që kanë bërë, që Ana Badivukun e shumë tjerë, po e bën të vetën, po edhe ata artistët që po performojnë sot janë emra që veç i njohim skenë prej vitesh. Faleminderit e juve, urime. Po vjen mirë që je sonte këtu në mbështetje të këtij eventi që në Kosovë janë të pak të kohëve të fundit në Prishtinë. Tregom çka kishe me thënë për këtë pjesën e organizimeve. Organizimeve në përgjithësi të këtyre lloj eventeve. Në Prishtinë ka pas shumë më herët, sot vitet e fundit janë shumë të pak. Po tash domethënë me siguri janë fokusuar më shumë rinia tek këto koncertet në për klube, në për këto, dhe prandaj po mungojnë, po më vjen mirë që Jehona po vazhdon ta mbajë gjallë këtë lloj festivali, këtë lloj fryme muzikore, sepse është e rëndësishme, jo të gjithë shkojnë në për klube, domethënë ishte kënaqësi me qenë pjesë këtu. Edhe më ndëgju vepra të vjetra, të bukura, domethënë të rifreskuara ndoshta me ju përshtat edhe kohërave të sotme moderne. Kështu që ju uroj vetë sukses dhe inshallah uroj që të bëhen më shumë evente të llojit të tillë. Faleminderit. Hajde gjithë mira.